36 vjeçari Zajmir Meta shkon në burg pasi akuzohet se ka kryer marrëdhënie seksuale me vajzën e tij, vetëm 12 vjeçare. Vendimi u mor vetëm pak çaste më parë nga gjykata e Fierit. Sipas ekspertizës mikoligjore, abuzimi ndaj të mitur është kryer disa herë, çka përforcon akuzat ndaj të dyshuarit. Në fazën e hetimeve paraprake, Meta ka pranuar ngjarjen gjatë marrjes në pyetje si personon hetim. Në seancën e kësaj të mërkure, ai nuk ka folur për ka tundur kokën në shenjë pohimi, kur u pyet për akuzat. Ndaj 36 vjeçarit ndon akuza për marrëdhënie seksuale me të mitur, vepër që dënohet rënd nga kodi penal. Hetimet për zbardhjen e plotë të ngjarjes vijojnë. Sa kaq, nëna e të miturës kërkon dënimin maksimal për bashkëshortin e saj, e cila thosë se nuk ka pasur gjeni më herët dhe gjithçka e ka mosuar pas denoncimit të bijës. Institucionet shtetërore kanë strehuar 12 vjeçare në një qendër për trajtimin e viktimave të dhunës seksuale në kryeqytet. Në një lidhje me gazetaren e Shqipëria Live, Luciana Luej, nëna e vajzës, tregon se nuk dinte asgjë për abuzimin. Nuk kam pasur mundësi të flas me vajzën, bashkëshorti i ka ndarë prindërit. Fëmijëve u ka thënë se babai ka ikur në Gjermani. Pyesni edhe për motorin, i kam thënë do vi prap. Nëse ka pranuar të kalbet në burg, po ta dija do e kisha vrarë vetë me duart e mia. Do e dilja në mbrojtje vajzës. Unë jam nën me 7 fëmijë, shteti të vërdorën në zemër dhe të më ndihmoj.